Kryeministri Edi Rama rrezikon ta fusë vendin në një përplasje të thellë institucionale për shkak të interesave dhe inateve politike të tij. Kreu i qeverisë rrezikon një krisje të re me gjykatën kushtetuese, teksa ka vënë në vështirësi edhe presidentin e Republikës. Ditën e sotme Edi Rama ka dorëzuar në presidencë vakancën për 6 bashki të vendit: Vlora, Berati, Mati, Cerriku, Tepelena dhe Tirana, por teksa për 5 të parat gjithçka duket normale. Te Tirana situata ndryshon. Një ditë më parë Erion Veliaj përmes avokatëve të tij dorëzoi ankimin në gjykatën kushtetuese, duke kundërshtuar vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Këshilli Bashkiak e shkarkoi Veliajin me argumentin se kishte 3 muaj pa shkuar në zyrë, teksa ai u finalizua nga Këshilli i Ministrave, por Veliaj pretendon se ka abuzim me vendimin, pasi ai nuk ka kryer asnjë shkelje të rëndë dhe mungesa e tij është për shkak të arrestit dhe jo me vullnet të lirë, po ashtu atij është mohuar e drejta të dëgjohet, e drejtë kyçe kjo e përcaktuar në ligj. Vet kushtetuesja e mori me përparësi këtë ankimim dhe menjëherë u pranua padia, teksa relatore u shpall Sonila Bejtja. Vet kushtetuesja sot informoi që paraprakisht me praninë e padis hyn në zbatim neni 115 i Kushtetutës, ku në pikën 2 thuhet organi i shpërndar ose i shkarkuar mund të ankohet në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditëve dhe në këtë rast vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet. Aspekti juridik. Edhe pse Rama e dinte këtë përcaktim, sërish është vënë në lëvizje duke i dërguar kërkesë presidentit për Tiranën. Me këtë lëvizje kryeministri ka vënë në vështirësi kreun e shtetit dhe po e detyron atë të shkel Kushtetutën, duke e nxjerrë veten të larë. Sipas juristëve, në këtë rast presidenti duhet të kërkojë informacion nga gjykata kushtetuese për rastin e Tiranës. Caktimi i datës së zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi ju të keni marrë një informacion në gjykatën kushtetuese dhe ata ta japin brenda orës, nëse ka ankim apo jo, apo një kopje të tij, dhe caktimin e datës së zgjedhjeve për ato vakanca që nuk kemi proces ankimor në gjykatën kushtetuese. Pjesën tjetër e rregullon kodi zgjedhor, aq mirë dhe afatet sa kur përfundon shqyrtimi i saj, tha Bledar Dervishaj. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe juristi Jordan Daci në disa dalje televizive. Kushtetuta e ka fare të qartë që bërja e ankimit çon automatikisht në pezullimin e vendimit. Pra në këtë moment që ne flasim, Erion Veliaj nuk quhet i shkarkuar dhe quhet i shkarkuar vetëm kur shprehet gjykata kushtetuese, ndërsa ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaq Kume, mendon se gjykata kushtetuese duhet të vërë në dieni presidencën për shqyrtimin e padisë Veliajt kundër shkarkimit. Skenarët. Pra duket se tani gjithçka e ka në dorë presidenti. Është ai që vendos nëse kemi apo jo zgjedhje në Bashkinë e Tiranës. Skenari i parë është që Begaj dekreton mbajtjen e zgjedhjeve në 6 bashki. Nëse kjo ndodh, me shumë gjasa Rama do i shkojë deri në fund planit për të eliminuar politikisht Veliajin. Brenda 45 ditëve do të ketë zgjedhje dhe çfarëdo vendimi që të marrë kushtetuesja mbi ankimimin e Veliajit nuk përbën më problem, pasi nuk ka më efekt. Vet Veliaj me shumë mundësi do të përfitojë pagat si kryetar bashkie dhe kaq. Skenari i dytë është që Begaj të ndalet te neni 115 dhe të dekretojë zgjedhjet vetëm në 5 bashki, pra pa Tiranën. Më pas topi kalon te kushtetuesja. Si rregull kjo e fundit në skenarin më të mirë mund të vendos brenda 30 ditëve, pa përfshirë më pas kohën sa të zbardhet vendimi dhe të hyjë në fuqi. Nëse i referohemi kodit zgjedhor, ndryshe nga zgjedhjet normale, kur përcaktohet se ato mbahen në prill-maj ose tetor-nëntor, në zgjedhjet e peshme nuk ka kufizim, pra presidenti mund të vendos pas vendimit të kushtetueses. Nëse kjo e fundit rrezon Veliajin, pasi nëse jo, atëherë nuk ka zgjedhje. Skenari i tretë është që të mos ketë zgjedhje në asnjë bashki pa folur kushtetuesja, pasi vendi nuk e ka luksin të bëjë zgjedhje çdo muaj. Duket qartë se Rama kërkon ta fusë vendin në një spirale të re tensioni politik dhe duket se në këtë rast ka pas vetes edhe opozitën, e cila e ndihmoi të shkarkojë Veliajin dhe pretendon se shkarkimi i tij është i drejtë.